Duan që të vinë ata dhe të ndërtojnë ato resortet e tyre oligarkike, kështu dhe neve jo vetëm që s'duan të na njohin fare, po s'duan na kenë as në përkëm, se neve po na u prishën këto prona, edhe po na u mor toka, për çfarë do jetojmë më këtu? S'kemi më. Domethënë duan të na në kuptimin jo fizik, po në kuptimin si komunitet duan të na shfarosin fare si krajinë, si komunitet krajinor. Ti the që je pronar i madh. Dikur para 44-s. Jo i madh. Jam një nga fiset që ka prona të bollshme, siç janë shumë fiset tjera të zonës. I ke tapite vjetra? Vazhdon ti kesh? Një pjesë të madhe po. I ke? Po, patjetër. Ke shku në hipotekë me to ndonjëherë? Po si s'kemi shkuar, kemi 20 e ca vjet. Po çfarë thot hipoteka kur i tregon unë jam pronar para 44-s? Të ta them shqip, se unë kam qenë dhe jurist të Agjencie e Kthimit dhe Kompensimit të Pronës, kam qenë jurist specialist atje. Supozohet ti si more do të pronat e tjerëve, absolutisht jo. Absolutisht jo, dhe më ka thënë drejtori vet atje që ka qenë asaj kohe që më tha mos u lodh kot se për zonën tuaj ti e di që ka urdhër gojarisht. Edhe që në 2009 flas, atëherë kam qenë në 2008-2009. Edhe ne u ngritëm bëm kuvendin e Dukatit atëherë, në gjurmën e atij kuvendi në shembullin atij po bëjmë sot kuvendin krajinor. Dhe e kemi të vërtetuar që zona jonë për shkak të aseteve dhe të pasurive të mëdha që përfaqëson, synohet që të asgjësohet komuniteti në kuptimin ekonomik dhe në kuptimin e koezionit komunitar, pra ne nuk mund të jetojmë këtu. Sa objekteve i ka shkuar IKMT-ja ndër? Të gjitha objekteve. Të gjitha? Po, nuk, jo me urdhër. As me kështu me intimidime, janë prishur deri tani 2 objekte të zonjës të nderuar që është atje dhe të ti vllai ton që është nga zona jonë. I kanë prishur pa vendime kundër ligjit, domethënë vinë në mënyrë banditeske. Pa letër? Po, pa letër. Pa shkresë që sepse kanë që ne të mos ankohemi dot, mos kemi drejt të mbrohemi. Vemi në përgjykata në prokurorira, na heqin dosjet nga ato fletët nga dosja, nuk na marrin kallëzimet, nuk na i njohin. Na bëjnë lloj-lloj, domethënë siç kemi vajtur te Agjencia e Kthimit të Pronave këtu 20 e ca vjet më parë, edhe 25 vjet e më shumë nuk gjejmë zgjidhje. Dhe dua të them edhe diçka tjetër shumë të rëndësishme. Neni 169 i Kodit Civil, një parashkrim fitues, i cili sipas atij neni, se duke qenë që jam jurist vetë si shkollim, po më takon ta them, si ai nen njeh që kush një person që e posedon një pronë të paluajtshme për mbi 20 vjet, në mënyrë të qëndrueshme, pa konflikte, dhe sillet si pronar, ai bëhet pronar i asaj prone. Tani ne si banor, si komunitet i kësaj krajine, kemi për këto pronat në përdorim, kemi 33 vjet që i kemi marrë. Kemi dhe fillim prove me shkresë, kemi AMTP-t. Jemi sjell të gjithë si pronar. Asnjë konflikt s'kemi pasur, asnjë shqetësim. Dhe kemi kaluar periudhën me 13 vjet minimalja, se kur ke shkresë 10 vjet është ajo, nuk është 20 vjet. Më kuptoj. Dhe do me thënë kemi një të drejtë legjitime dhe sipas këtij nenit Kodit Civil. Kodi Civil nuk është një paçavure për ta nëpërkëmbur kushdo. Pra është një ligj i shtetit që vjen direkt mbas kushtetutës dhe këta nuk e marrin fare parasysh, nuk e përfillin. Po dhe nga ana e të drejtës natyrore, e të drejtës njerëzore, ne jemi komuniteti i kësaj krajine, jemi vendas këtu. Jetojmë këtu. Ne kemi mbajtur këtë krajinë gjallë sepse do ishte shkretir po të kishim ikur dhe ne si gjithë tjerët. Dhe si mund të marrë një institucion shtetëror apo një segment institucional, se nuk akuzojmë do të gjithë shtetin, se ne shtetin e duam, nuk jemi kundër shtetit, po kundër qarqeve që kanë zaptuar institucionet e shtetit dhe i keq përdorin për interesat e tyre personale jemi, patjetër dhe do përballemi me ta. Si mund të marrë ai të mos marrë parasysh të drejtën tonë si komunitet dhe si banor, edhe të na bëjnë neve sikur nuk jeni dhe do vi këtu do kompensoj 3 veta, do kompensojnë dhe do zhduken me qindra familje, me mira familje. Duan të zaptojnë në fillim Orikumin, Llogorajin, të marrin ujin e Tragjasit edhe të zaptojnë Bregdetin e Radhimës me qëllim që të hapet Chelsea për të marrë gjithë thesarin e madh. Që është 50 e ca kilometra quhet Karaburun deri në Vrale, deri në kufi me Palasën, që është territori i krajinës tonë. Duan të zaptojnë. Çfarë do bëjnë Republikën vetë këtu? Çfarë do bëjnë këtu? Po i morën. Jo më duan të bëjnë se gjithë ky territor këtu i bie. Në thonjza kooperative oligarkike, që të jetë vetëm me oligarkëve, vetëm me. Po jo, çfarë do bëni? Të ashtu quajtur investitor. Ne do zhdukemi. Çfarë do bëjmë ne? Do zhdukemi sipas atyre. Prandaj dhe ne jemi organizuar në kuvend komunitar. Dëgjova që ke thënë në një intervistë ne s'na marrin as për punëtor. Është e vërtet se kanë marrë nga Bangladeshi, ku diun.
Po, si pas gjasave po, kemi parë këta oligarkët provincial që të mos i zëmë emra, se të mos e ullim nivelin e bisedës, që kanë ndërtuar aty në Bregdetin e Radhimës, s'kan ata punëtorë shqiptarë, i kanë marrë nga Uganda, nga Bangladeshi, nga Pakistani. Ne s'jemi racist, nuk kemi gjë kundër atyre, po mendojmë që është e drejta ajo në vendin tonë të gëzojmë ne të parët njerë, pastaj të gëzoj bota. Nuk mendoj që është racizëm kjo apo jo. Dhe në qoftë se këta oligarke dhe këta të ashtu quajtur investitor strategjik që nuk janë asgjë tjetër veç se pushtues, me pak fjalë. Pushtues? Po patjetër pushtues të brendshëm, po. Po mirë, ata nuk janë pushtues vetëm sepse dikush i solli këtu ata. Jo, ata i ka sjell sistemi 35 vjeçar i politikës. Edhe ata duan të na zhdukin neve.